Në qarkun e Fierit janë shënuar 2 incidente në orët e para të mëngjesit në harkun e 3-4 orëve nga njëri tjetri. Në Patos, një vëzhgues i Partisë Demokratike ka denoncuar zhdukjen e 7 fletëve të votimit për këshilltar bashkiak në KZAZ numër 59. Sipas Eduard Faslis, fillimisht kanë qenë 8 fletë plus, më pas, pasi është kërkuar akordimi, kanë dalë 7 fletë mangët. Sipas së parregullsisë së pretenduar nga Partia Demokratike, është mbyllur për disa orë procesi numërimit, që ka rinisur para ditën e së mërkurës. Në momentin që i kërkova të më bënte rakordimin midis fletëve të votimit për të gjetur numrin e fletëve që mungonin, fletët të votimit që ndodheshin për zarfe, me proces verbalin e dorëzimit nga qendra e votimit, të sasive totale të fletëve të votimit, zotërit nuk pranuan të bëni transparencë, dhe thanë nuk takon të bëjmë të transparencë, dhe ikse këtë punë e dim ne. Për sa fletë votimi bëhet fjalë që bëhet fjalë për 7 fletë votimi. Fletë votimi që i mungoni subjektit Partisë Demokratike. Shfaqet në monitor më dini 8 fletë votimi më tepër. Në Fier në KZAZ-n 57 në gjimnazin Janaq Kilica, kandidati për këshilltari i PLL-s Alban Kajolli së bashku me baban dhe vllain e tij kanë goditur me grushta numëruesin e PS-s Roland Bylyshi. Këshilltari ka kërkuar arsye në shpalljes pavlefshme të një flete votimi dhe pasi ka parë parregullsinë, sipas policisë është konfliktuar në përplasje fizike me numëruesin. Sipas së përleshjes është plagosur le 34 vjeçari, ndërsa janë dëmtuar monitorët dhe tavolinat e numërimit. Zyrtarisht, policia e Fierit njofton se ka shpallur në kërkim Fatmir Kajollin 50 vjeç dhe Alban dhe Florim Kajollin, të tre nga mbrostari i Fierit. Pritet ardhja e ekspertëve të KQZ-s për të vendosur nisjen e punës në KZAZ-n 57 në Fier.